Përshëndetje nga kuzhina e Nirit, sot kam vendosur përgatit një torte të thjesht që ja vlen ta provoni po ashtu edhe për Bajram. Krejt që kanë nevojitën prej përbashkëve janë 5 vezë, një gotë 200 ml me sheqer, 150 ml me qumsht, 150 ml me vaj, një sheqer vanile, një pluhur për pjekje për ndryshe peciv, 250 gram me miell. Këta janë përbashkët që na nevojitën për brumin. Për lyrjen për mi, 3 podinka nga 38 gram pro podinka të drezës, mandej 6 lugë të gjellës ose 9 lugë të gjellës me sheqer, edhe 1 litër me qumsht. Bismillah, fillojna me përgatitjen. I largojna spari podinka, tashti hedhëm spari në njën, 5 vezë, po ashtu shtojna sheqerin, edhe sheqer vanilën i tundin derisa të bëhet një masë kremoze. Pasi e kam qitur dhe sheqer vanilën, tash i tundin pra vezët. Pasi që është bërë mosa kremoze, tash shtojna 150 ml me vaj, pastaj shtojna qumshtin, 250 gram me miell, edhe një pluhur për pjekje për ndryshe pecive. Ura është nxehtë, mirë, e shprazim brumin në tepsinë e lyrë me gjalp ose me vaj edhe pak miell dhe qepje, me njëherë fusim pra tepsinë e nxehur. Japi përzinat e gjithë përbërësit. Brumin e kemi përzi, tash e nalim pra mikserin, e marrim me njerë tepsinë e lyrë me gjalp. Bismillah, qesim brumin në tepsinë e lyrë me gjalp. Pas e kemi qitë brumin e tepsi, tash të me njerë fusim tepsinë në furën e nxehur 180 gradë. E kemi jek edhe korën prej furës, temperaturë 180 gradë, e kemi pjek për 25 minuta, si gjithmonë me rëmujse. Kështu është pujna, atëherë kur nuk ngjitet pra dhe brumi është pjekur, e lojna me ftofë. Fillojna me përgatitjen e pudinkut. Në një tenxhere tash hedhim pra 3 podinka të drezës, ju mundeni sipas dëshirës, pra sipas shijes juve. Shtojna qumshtin, 1 litër me qumsht, edhe 6 lugë të gjellës në një qitë me sheqer. Mundeni me qitë edhe 9 o në 6. Përzina me tel të dorës, mandej e lëshojna shpëritin. E përzina pa ndërprej pudinkun, pra deri sa të trashët. Deri sa të vloj edhe pudinku, tash kështu ja bojna forma trumbullake, pra me këtë perakullore që është. Pasi që pudinku është trashur, tash ti e largojna prej shpëritit. Tash me njëherë ja qesim pudinkun e nxehtë pra. Basi që është ftofë edhe peta, e shtrina pudinkun me njëherë, kështu të nxehtë pra, gjithandë, për mbas iftarit me kafe të knoqë. E lejtë përgatitje edhe shumë e shishme. Pasi ja kemi qitë pudinkun, krejt në fund i qes kokos. Qefi janë, kon qef shumë, pra kokos. Edhe lojna me ftofë, për iftar neve na beft mirë. Juve pashtu nëse e përgatitni, ka shije fantastike. Allojna pranoft agjerimin, lutje tona e deri në recetën e radhës, ka kuzhina Nirit që them, miru pafshim.